Të nderuar besimtar, ne kemi folur në temat e kaluara për etikën islame, për edukatën islame, dhe filluam me prindrit, të cilët janë më të afërmit njerëz me njeriun, me secilin prej nesh. Pastaj kaluam e zgjeruam pak rrethin të këta afërmit, ndërsa sot do të flasim për një kategori tjetër me të cilët duhet kemi etikë dhe edukat, dhe ata janë fëmijët tanë. Për shkak se Allahu i lartësuar i përmend ata në Kur'an mbas prindërve dhe të afërmve. I përmend ata bashkë me ta. Dhe ata janë njerëzit më të rëndësishëm për njeriu, mbas familjes tij dhe farefisit tij, janë komshinët, pra ata të cilët e rrethojnë në vendin ku ai banon. Nderuar besimtar, është nga të drejtat më madhore që na obligon Islami, e drejta e komshiut, e cila nuk është thjesht një detyrim shoqëror, por është një obligim fetar. Pra fetarisht, si musliman ne obligohemi të sillemi mirë dhe të kemi një etik, një edukat të veçantë me komshin. Nuk është thjesht mirësjellje, por është obligim fetar. Thot Allahu i lartësuar: "Wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jari al junub." Thot Allahu ju urdhëron që ju të silleni mirë me prindrit tuaj, gjithashtu me të afërmit tuaj, me jetimët, me të varfrit, pastaj me komshiun e afërt dhe komshiun e largët. Pra Allahu i lartësuar urdhëron për mirësjellje me komshin, qofshin ata afër teje apo larg teje. Dhe thot profeti sallallahu alaihi wasallam, duke treguar se sa vend të madh, pozitë të lartë kanë në Islam komshinët. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, vazhdoi Xhibrili. Xhibrili është angjëlli që sjell shpallje tek profeti alaihi salam, i cili edukonte, e orientonte dhe e saktësonte aty ku profeti sallallahu alaihi wasallam kishte nevojë për një orientim apo konsulencë. Prandaj thot, vazhdoi Xhibrili të më këshillonte, të më porosiste për komshiun aq shumë sa që mendova se do të bëhej pjesë e trashëgimtarëve. Aq shumë porosi nga Xhibrili, dhe Xhibrili nuk fliste nga vetja. Angjëlli Xhibril, më madhështori i melajkeve, ai që Allahu i lartësuar kishte ngarkuar për të sjellë shpallje tek profetët, vinte shpesh tek profeti sallallahu alajhi wasallam dhe këshillonte për t'i dhënë hakun komshive. Pra aq shumë më këshilloi, thot Xhibrili, derisa mendova se do ta bënte atë pjesë të trashëgimtarëve. Prandaj, të nderuar besimtar, nuk është thjesht një mirësjellje, por është një obligim fetar. Islami, ne futemi tek etikat në lidhje me komshiun. Islami ne na mëson e parë që ta zgjedhim komshiun. Komshiun ta zgjedhim të mirë nëse kemi mundësi. Pse? Sepse komshiu, dashur pa dashur, do të njohë nga afër. Do të shikojë dhe do të njohë sekretet e tua, sikletet e tua, problematikat që ke në shtëpinë tënde. Do të shoqërojë në gëzim dhe në hidhrim. Prandaj, komshiu duhet jetë i mirë. Nëse ke mundësi ta zgjedhësh, zgjidhe atë sa më të mirë, në mënyrë që të përfitosh prej tij dhe të përfitoj prej teje. Ndërsa, nëse një komshi është i keq apo lagja është e keqe, njeriu nuk mundet të bëjë një jetë të qetë. Ndoshta ata bëjnë shkak për mjerimin e tij, ndoshta bëjnë shkak që ai të jetojë një jetë të vështirë, që në të dalë në mëngjes derisa fli gjumë, madje edhe në gjumë, mund të jetë gjithmonë në ankth, në bezdisje, në padrejtësi prej tyre që bëhet prej tyre. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, 4 gjëra janë nga lumturia e njeriut. 4 gjëra janë nga lumturia e njeriut. Nëse arrin të konkretizojë në këtë jetë, është me të vërtet prej të lumturve. Thot, gruaja, bashkëshortja e devotshme, e mirë. E dyta, shtëpia e gjerë, të ketë shtëpi të bollshme. Thot, e treta, komshiu i mirë. Komshiu i mirë. Dhe e katërta, mjeti i rehatshëm. Këto të katërta janë nga mirësitë që nëse njeriu i konkretizon dhe Allahu ja jep mundësinë, atëherë me të vërtet që njeriu i tillë jeton me lehtë Allahut një jetë të lumtur. Pra, cilat janë? Thot, gruaja e mirë, shtëpia e bollshme, komshiu i mirë dhe mjeti i rehatshëm. Dhe 4 gjëra thot janë nga mjerimi, që njeriu
të jeti pa lumtur, të jeti mirë. Mos ta konkretizoj lumturinë në këtë jetë. Thot gruaja e keqe, komshiu i keq, mjeti i keq dhe banesa e ngushtë. Pra shtëpia e ngushtë. Allahu i lartësuar u bëft dhe na bëft të gjithëve të lumtur në këtë dynja me mirësi dhe me më shumë mirësi në botën tjetër. Prandaj është thënë komshiun zgjidhe para shtëpisë. Komshiu është më i rëndësishëm se shtëpia. Ndëror besimtar, ka një etik në lidhje me komshiun. Etik minimale edhe pastaj etik maksimale, mirësi prej teje. Etika minimale është që të mos e dëmtosh atë. Të mos bëhesh ti pengesë për të. Mos bëhesh ti rëndes për të. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, kush beson në Allahun dhe ditën e fundit, të mos e dëmtoj komshiun e tij. Të mos e dëmtoj komshiun e tij. Dhe thot nuk hyn në xhenet ai i cili njeriu prej të cilit komshiu i vet nuk është i sigurt, nuk është i qetë nga zullumi që i bën. Dhe zullumi është tradhtia, bezdisja, zullumi. Padrejtësitë që i bën, i bjerë në qafë. Nuk hyn në xhenet ai që komshiu i vet nuk është i qetë prej tij, nuk është i sigurt prej tij. Allah i lartësuar na përmirësoj gjendjen tonë. E natyrisht që dhe kjo thamë është edukata minimale, që komshiut mos i bësh keq. Kjo është edukata minimale obligative. As me fjalë, as me bezdisje me zhurmë, as me zullum t'i marrësh çfarë është e tij, as me shqetësim në familjen e tij, e kështu me radhë. Pra të gjitha këto janë nga ato që ndalohen në fe dhe duhet kemi kujdes. Pastaj ka edukat fisnike në Islam. Edukat të bukur, që njeriu nëse plotëson, ka plotësuar besimin e tij. Është bërë më i devotshëm, më i mirë dhe më i dashur tek Allahu i lartësuar. Që të dojë për komshiun e tij atë që do për vete prej mirësisë. Të duash për komshiun atë që do për vete. Kush arrin këtë, kjo është gradë e lartë e devotshmërisë dhe mirësisë. Prandaj kjo është konsideruar nga plotësimet e besimit. E profeti sallallahu alaihi wasallam thot, betohem në atë në dorën e cilit është shpirti im, se nuk beson ndokush në një rob i Allahut derisa të dojë për komshiun e tij atë që do për veten e tij, dhe hadithi është tek Muslimi. Pra të duash për komshiun atë që do për veten. Kjo është edukat fisnike shumë madhore. Jo të mos interesohesh për komshin, e sidomos në kohën tonë që mund të jetojë njeriu me dekada në një shtëpi dhe nuk e di kush është në krah të tij, madje nuk flet fare me ta dhe nuk komunikon. Kjo nuk është sjellja e muslimanit, mund ta bëj kushdo. Por muslimani e ndryshon konceptin pasi dëgjon këto argumente. E ndryshon sjelljen dhe del nga xhamia me tjetër koncept për komshiun e tij dhe me tjetër ide se si do t'i trajtojë komshin e tij. Thot nuk beson dikush nga nuk beson një rob në Allahun, madje betohet për sallallahu alaihi wasallam, në atë dorën e cilit të shpirtim, në Allahun e lartësuar, nuk beson dikush nëse do thot për komshiun e tij atë që do dhe për veten e tij. E dyta është që ti bësh mirë atij gjithmonë, ti bësh mirë sa të kesh mundësi. Shikoj prej teje vetëm mirë. Dhe kështu është besimtari. Thot kush beson Allahun dhe ditën e fundit, le ti bëj mirë komshiut të tij. Le ti bëj mirë, tregoj bamirës me komshiun e tij. Është hadithi i njohur, dhe kush beson Allahun dhe ditën e fundit, le ta nderoj mikun e tij, dhe kush beson Allahun dhe ditën e fundit, le të thot fjalë të mira ose le të hesht. Prandaj është obligim, sipas kësaj dhe pjesë e imanit, që komshiut t'i bësh mirë sa më shumë të kesh mundësi. Të durosh ndaj dëmit, ndaj lëndimit, padrejtësisë që mund të bëj komshiu. Ti je i durueshëm për hir të Allahut. Kjo nuk është dobësi, është moral, është fisnikëri. Prandaj kanë thënë nuk është komshillok i mirë që ti të mos i bësh keq, mos e dëmtosh komshiun, por komshillok i mirë është që ti të durosh ndaj dëmit apo bezdisjes që ai të bën. E natyrisht kjo sjellje mbyll derën e sherrit. Nëse e duron pak, do kesh mirësi shumë. Dhe ne kemi një hadith, një ndodhi në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam, që vinte një person dhe i thoshte profetit sallallahu alaihi wasallam, komshiu im thot më bezdis.
më torturon me zhurmat e tij. Domethënë më bezdis aq shumë sa që nuk mund ta duroj. Një herë, dy herë, tre herë, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, merri plashkat e tua të shtëpisë dhe nxirri në rrugë. Nxirri plashkat në rrugë. Dhe nëse njerëzit pyesin se pse, tregoju të vërtetën. Shko dhe nxjerr plashkat e tij në rrugë. Sepse komshiu nuk e linte rahat. Kur i nxorën në rrugë, njerëzit thanë çfarë po bën? Po shpërngulesh, pse po i nxjerr plashkat? Thot filani, thot s'më lë rahat dhe më ka bërë të ikin nga shtëpia. Ta lë shtëpinë. Filluan thot njerëzit të shajnë, ta ofendojnë dhe ta mallkojnë atë. Derisa u turpërua. Me këtë që ndodhi, shkoi dhe i kërkoi hallalin dhe thot ktheu se vallahi s'ke për të parë më keq nga unë. Kjo është kur njeriu duron dhe mbylli dera e sherrit. Ndërsa kur nuk duron, fillojnë komshinët dhe konfliktojnë me njëri tjetrin aq shumë saqë ndoshta mund shkojë edhe në krim dhe pastaj njëra familje ose tjetra shpërngulen dhe largohen komplet nga vendi i tyre. Për një çast durimi. Prandaj, komshilliku i mirë është që të durosh, por jo thjesht mos i bësh keq. Akoma edukat më e lartë është që ta ndihmosh atë, të japësh atij ushqim, e sidomos kur është i varfër. Dhurata mund t'i bësh edhe kur është i pastër. Sidomos në bajrame, në gëzime, i çosh diçka nga kurbani, apo një ëmbëlsirë që bëhet për bajram, apo diçka të tillë, për një gëzim që ke. Por nëse është i varfër, t'i çosh edhe ushqim. Dhe kjo është fisnikëri dhe është prej imanit, prej besimit tonë. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, nuk është besimtar ai i cili ngopet dhe komshiu i tij në krah është i uritur. Pra nuk është besimtar. Nuk është qëllimi vetëm të ngopësh veten tënde dhe fëmijët e tu brenda shtëpisë. Shiko pak rreth teje, zgjeroje pak shikimin dhe sidomos te komshitë e tu, pra bëu mirë atyre. E natyrisht që shumë prej njerëzve nuk interesohen për komshinë e tyre, madje ndoshta tregojnë aq koprac saqë ushqimin e tepërt mund ta hedhin në plera, ndërkohë që komshiu është nevojtar qoftë edhe për një kafshat. Qoftë edhe për një kafshat mund të jetë nevojtar komshiu, ndërsa këta nuk interesohen për gjendjen e tij dhe për sprovën që ai kalon. Gjithashtu profeti sallallahu alajhi wasallam edukon për një sjellje akoma më fisnike. Thot kur dikush nga ju gatuar në shtëpinë e tij, në atë tenxherën e tij, thot, le ta shtoj pak lëngun, ujin, ta shtoj pak dhe pastaj t'i jap komshiut diçka prej ushqimit. Është shumë fisnike dhe ka qenë më parë, kur komshinët ndërronin me njëri tjetrin, shkëmben me njëri tjetrin ushqimet. Ndërsa sot ka humbur si zakon, por muslimani e bën sa të ketë mundësi. Kur e ka mundësinë, ta shtoj lëngun, thot profeti sallallahu alajhi wasallam, dhe t'u jap komshive të tij nga ushqimi që ai ha. Dhe gjithashtu edhe nëse është e pakët, ndoshta një komshi ka nevojë për të. Dhe jo gjithë njerëzit janë në bollok, edhe pse jetojmë në një kohë që shumë njerëz kanë aq shumë bollok, saqë nuk dinë se sa shumë ushqim u prishet në shtëpi, më shumë prishet se sa konsumojnë. Por ka të tjerë cilët nuk gjejnë kafshatën e bukës. Ka të tjerë cilët nuk shijojnë mish gjatë gjithë vitit. E profeti sallallahu alaihi wasallam këshillon dhe thot, o gratë e muslimanëve, sepse ato janë nikoqirët e shtëpisë, ato janë që gatuajnë. O gratë e muslimanëve, thot, mos e nënçmoni, thot, pra një komshije, mos ja nënçmoj, t'i jap diçka komshies saj, qoftë ajo, thot, edhe një thunë dorçingji. Ky është shembull, domethënë një këmbë shelegu. Ky është një shembull për të thënë që edhe një copë kock me pak mish, që ndoshta s'ka shumë vlerë për ty, por për komshiun e varfër ndoshta ka vlerë. Prandaj kështu na mëson Islami, një etikë madhore, shumë fisnike, të nderuar besimtar, që lutem Allahun lartësuar të na zbukuroj me këto edukata madhështore të Islamit. E ndodh nganjëherë që njeriu blen për fëmijët e tij lodra, blen për fëmijët e tij ushqime, ëmbëlsira, nga të gjitha llojet, ndërsa komshinët që kanë në krah mund të jenë nevojtarë qoftë edhe për pak prej tyre. Atëherë fëmijët le t'i trazoj bashkë me fëmijët e tij. Le t'u jap edhe atyre, le të mendoj edhe për ata me pak mirësi, e ndoshta merr për këtë shpërblim të madh dhe kënaqësinë e Allahut të lartësuar, dhe gjithashtu të mos i bëj ata të ndihen keq. Sot zakoni i njerëzve është të blej më shumë se komshiu, të blej ti mburrem komshiut, Allah i lartësuar na ruajt nga këto,
lloj vesesh dhe idesh dhe sëmundjes të zemrës e na bëft besimtar fisnik. Ta shoqërosh atë në gëzim dhe në hidhërim. Prandaj duhet komshiu dhe prandaj njerëzit kanë nevojë për njëri tjetrin. Allahu lartësuar i ka bërë të tillë. Njeriu nuk kalon vetëm ditë të bukura, kalon edhe ditë fatkeqësie, ditë sprove. Qoftë vdekje, qoftë dëmtimi i pasurisë, qoftë djegje e shtëpisë, qoftë mund të jetë çfarë do lloj gjëje. Dhe besimtari e shoqëron komshiun e tij. I gjendet edhe në gëzim, edhe në hidhrim. Ja shton gëzimin, e ndihmon për të gëzuar më shumë, dhe gjithashtu ja lehtëson hidhërimin. Ja lehtëson hidhërimin me prezencën e tij, me shërbimin e tij, me ndihmën e tij. Qoftë edhe ndihmë monetare apo të tjera prej këtyre. Nëse ka ndërmend njeriu të shes pronën e tij, shtëpinë e tij, atëherë i pari që ka të drejtë ti sugjerohet dhe ti parashtrohet nëse ka nevojë ta blej është komshiu i tij. Jo të ndikoj hasedi mes komshive që thot pse t'ja jap ti. T'ja shes dikujt të huaj. Nga Islami është që t'ja parashtrosh në fillim kur është shet komshiu tënd. Pastaj nëse ai heq dorë, të tjerëve vështirë. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, ai i cili ka një tokë që do ta shes atë, në fillim letja sugjeroj atë thot komshiu të tij. Pra, të pyes një komshiu nëse do ta blej apo jo, dhe kjo ndëror besimtare para e gëzon komshiun, largon armiqësitë, largon çefmbetjet nga njëri tjetri dhe e forcon marrëdhënien dhe lë emrin e mirë. Kur largohesh nga ai komshi apo nga ajo lagje, lë emrin e mirë në mesin e njerëzve. Veç saj është që të di se komshiu ka një shenjë të ri, pa prekshmëri, të cilën duhet ta ruash, duhet bësh kujdes. As të mos i përhapësh sekretet e tij, as të mos i shkelësh nderin e tij, dhe as të mos e dëmtosh atë qoftë me vjedhje apo me marrje prone apo kështu me radhë. Sepse kjo konsiderohet nga gjunahet më të mëdha. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka treguar se sa i keq është imoraliteti në komshillëk dhe sa i keq është vjedhja në komshillëk. Madje thot më mirë 10 shtëpi matan, 10 fish matan se sa një herë të komshiu jot. Dhe thot profeti sallallahu alaihi wasallam, kur është pyetur se cilat gjunahe janë më të mëdha, ka thënë ti bësh shok Allahut. Ti bësh shok Allahut do të thënë ti bësh shirk, ta adhurosh këto të që varre, male, të vdekur, vende të mira, gjitha këto thotë gjunahu më i madh tek Zoti që ai nuk e fal. I kanë thënë tjetër mbas saj, ka thënë të vrasësh fëmijën tënd nga frika se do të ushqehet me ty. Ata që bëjnë abortet fëmijëve për shkak se shikojnë që janë vajza, është njësoj sikur i vrasin kur janë të lindur gjallë. Nga frika se si do t'i ushqejnë. Ky është gjunahu i dytë më i madh, i thon pastaj kush thot të bësh imoralitet me gruan e komshiut tënd apo njeriu në komshiut tënd. Prandaj nga gjunahet më të mëdha të nderuar besimtar, prandaj nga etika edukata është t'i ruash nderin atij. T'i ruash nderin dhe t'i ambrosh nderin edhe nëse i cënohet nga të tjerë. T'i ruash nderin komshiut, sepse kështu është komshillëku, një ditë t'i ruan nderin e tij dhe ditën tjetër ai ruan nderin tënd. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith që duhet të mos e harrojmë, ka thënë vallahi nuk beson, vallahi betojmë në Allah, nuk beson. Vallahi nuk beson, vallahi nuk beson. Ka thënë kush e dërgoi Allahu? Ka thënë ai që komshiu i tij nuk është i sigurt nga dëmi i tij. Nuk është i qetë komshiu nga dëmi i tij. Dhe komshiu gjithmonë në ankth se kur do të dëmtojë. Mund ta tradhtoj, mund t'i shkel nderin, mund t'i nxjerr sekretet. Pra çdo lloj dëmi që mund t'i bësh komshiut, Allahu i lartësuar na ruaj nga kjo. Veç se nderuar besimtar, t'i jap komshiut sa më shumë të drejta që e shikon, t'i gjendet, qoftë edhe me këshill, qoftë edhe me pasimin e xhenazës të tij, qoftë edhe me kujdesin për fëmijët e tij në mungesë,
qoftë edhe me kujdes ndaj pronës tij kur ai mungon apo ka nevojë. Të gjitha këto janë një mirësi për komshiun tënd. Dhe e fundit ndërruar besimtar, që mund të përmendim për hutbën e sotme, është se nëse komshiu ka nevojë për këshill, ta këshillosh ata. Ashtu siç tham për prindërit të këshillosh, për farefisin të këshillosh, të urdhërosh për mirë të ndalosh nga e keqja, ashtu edhe komshit këshilloj, urdhëroj për mirë të ndaloj nga e keqja. Jo vetëm ta di që je musliman, dhe të shikojnë veprat e tua, dhe kjo është gjë e madhe, që të shikojnë ndryshimin tënd që të ka bërë Islami, të ndikojnë për fe. Por edhe të flasësh me gojë, të urdhërosh për mirë të ndalosh nga e keqja, kur i shikojnë që shkojnë në përvarre që adhurojnë, apo kur bëjnë, festojnë nga ato festat cilat janë idhujtari, janë shirk në Allah, janë të ndaluar, kur kanë bestytni, kur kanë varur hudhra e sy, e brirë, e gjëra tjera në shtëpitë e tyre. Në të gjitha këto raste, të bësh punën tënde për t'i këshilluar, sidomos komshiet me njëra tjetrën, cilat ulen dhe pikë kafe, nëse i shikon që dikush shikon filxhanin, dëgjon horoskopin, këshilloje për mirë, urdhëroj për mirë të ndaloj nga e keqja, sepse në të gjitha këto ke shpërblim, edhe nëse Allahu i lartësuar udhëzon me ty një njerit vetëm, thot profeti sallallahu alajhi wasallam, është më mirë për ty se sa gjithçka mbi cilën bie dielli, gjithë pasuritë e botës. Është më e mirë që ti të bësh sebeb që dikush të udhëzohet në fenë e Zotit, kurse Allahu i lartësuar na bëj besimtar të mirë, përmirësoj edukatën tonë, etikën tonë, të dalim nga kjo xhuma me tjetër koncept për komshiun, ta dimë se kjo është obligim. Sjellja mirë me të për hir të Allahut të lartësuar, dhe jo thjesht një detyrim shoqëror. Sallallahu alaihi wasallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.